Mbrojtësi Adrian Bajrami ka qenë njëri nga emrat më të përfolur së fundmi pasi ka vendosur të braktisë kombëtare në Shqipërisë për të filluar karrierën te Zvicra, ku tashmë është ftuar për 2 ndeshjet e ardhshme kualifikuese të muajit tetor. Pa pritur gjithçka po ndodh shumë shpejt për mbrojtësin e ri shqiptar Adrian Bajrami. 3 muaj pas kthimit të tij në Superligën e Zvicrës, ai është në skuadrën e Murat Yakin për ndeshjet kualifikuese të Botrorit 2026. Telefoni im po nxehet shumë, po marr një numër të madh mesazhesh dhe urimesh nga familja dhe miqt, gjë që sigurisht më bën shumë të lumtur, ka thënë fillimisht Bajrami për Blik disa orë pas thirrjes së tij të parë në ekipin kombëtar të Zvicrës. Nuk njoh shumë prej tyre ende, shtoi Bajrami për bashkëlojtarët e rinj dhe ka një arsye për këtë. E njoh Zekia Mdunin nga ekipi kombëtar i cili luajti me mua te Benfica vitin e kaluar, po nga lista aktuale e skuadrës, sigurisht edhe Fabian Rieder ka luajtur me të në ekipin e të rinjve të Young Boysit. Ai është ende një bashkëlojtar shumë i mirë i imi, por mezi pres të shohë edhe të gjitha fytyrat e tjera, shtoi mbrojtësi. Pritje veçantë për Granit Xhakën. Një temë e veçantë është kapiteni i ekipit kombëtar Granit Xhaka. Ai ka tërhequr vazhdimisht vëmendjen duke marrë lojtarë të rinj në kujdesin e tij. Shembulli më i mirë është Arton Jashari, i cili aktualisht është i dëmtuar. Çfarë kontakti ka Bajrami me Xhakën? Nuk e njoh personalisht ende, por mezi pres ta takoj. Ai është një model për shumë futbollistë të rinj. Ishte e njëjta gjë edhe për mua. Gjithmonë kam admiruar Granitin. Bajrami dikur ishte një përfaqësues i Zvicrës U18. Gjatë kohës së tij te Benfica, ai vendosi të kalonte te Shqipëria. Unë kam lindur dhe am rritur në Zvicër, është shtëpia ime, që kur fillova të luaja për Luzern e kam kuptuar edhe më shumë sa rehat ndihem këtu. Nuk mundem, nuk dua dhe nuk do t'i fsheh kurrë rrënjët e mia nga Shqipëria, jam krenar për to, por në thelb është e qartë se ndihem si në shtëpi në Zvicër, përfundoi mbrojtësi i ri zviceran.